Vlora e ka nisur herët sezonin e plazhit. Fundjava mbi dita ka regjistruar një numër të lartë pushuesish, por edhe gjatë 2 ditëve të para të javës, dhjetra qytetarë dhe pushues vendas dhe të huaj kanë zgjedhur bregdetin e Vlorës, madje edhe për të bërë plazh. Disa prej tyre nuk e ndalin kur plazhin në çdo periudhë të vitit, aq më tepër në këto ditë me diell dhe temperatura të ngrohta. Nuk mungojnë as turistët nga Italia, të cilët ndodhen në Vlorë me familjen e tyre dhe kanë shijuar këto ditë duke nisur kështu edhe sezonin e plazhit. No, io sono italiana, lui è albanese. Avete cominciato la spiaggia? Certo, si sta benissimo. Temperature sono... Perfette. Io ho fatto bagno. Vivete qui in Valona o in Italia? No, noi abitiamo in Italia. Veniamo qua 2 volte all'anno. Avete cominciato presto? Certo, per Pasqua subito. Keni filluar plazhin? Jo, se kam ndaluar. Si, ma shpjego pak. 12 muaj. Njësoj, dimër, verë. Cila është periudha më e mirë për t'u larë? Dimri. Për juve? Dimri për. Pse? Se s'të djeg djeg. Po për neve që nuk e përballojmë dot dimrin. Ju jeni të paditur. Ku është periudha? Anti-shëndet. Në fakt, Duhet lexoni Shëndeti i ndaluar. Ka dalë një libër. Shëndeti i ndaluar. Duhet lexoni ato të bëheni. Unë e kam lexuar dhe vazhdo. sot kemi parë shumë njerëz në plazh. Duket sikur Kam Filloi pa në Vlorë. djem shumë. filloi në Vlorë mund të themi, Po. Deri në ditë. Sa notoni në ditë? Sa orë? Futem 2 herë, 1 herë, 2 herë. Nuk e mati me orë, se mati me orë. Ja, unë sa kam dalë tash, do futem e një herë tjetër. Sa i domosdoshëm ose sa i rëndësishëm është noti për të I domosdoshëm. Është i domosdoshëm. Keni filluar plazhin apo se ndaloni asnjë? Neve nuk e ndalojmë asnjëherë plazhin, vetëm e rrallojmë çik në dimër, nuk vim për ditë. Kur është koha më ideale? Që duket sikur është koha më ideale Për neve, për grupin tonë është koha më ideale, është janari, shkurti. Ata janë 2 muajt më të mirë për ne. Në këto të ditë kemi parë shumë njerëz që janë drejtuar plazhit, duket sikur Vlora e nisi sezonin mund të themi. Po. Janë shtruar njerëzit që futen në det, është e vërtet. Po. Edhe dje ka pas njerëz. Vlora e nis herët plazhin dhe sezoni duket se nuk ka një datë të përcaktuar nisje apo përfundimi. Mjaftojnë pak ditë me diell dhe temperatura të ngrohta që qytetarët dhe pushuesit t'i drejtojnë Bregdetit dhe madje të nisin edhe plazhin.